Grundsätzlich sehen wir hier mal eine Übersicht, welche Möglichkeiten es gibt bei unserem Standort. Siç mund t'i referojmë dhe kësaj tabele në këtë shkollë, degët të cilat ofrohen për nxënësit janë bujqësi, menaxhim hospitality, sepse shpeshherë këta kanë agroturizëm, kujdesje për janë profesionet sociale, por në këndvështrimi në frameworkun e një ambienti agrar, pra edhe kujdesi për të rritur, për fëmijë, për ambientin, për gjithçka që i takon menaxhimit të një zone rurale. Ka dhe profesionin e metalit, pasi bujqësia është e lidhur dhe me mekanikën bujqësore. Dhe po dyqani janë prodhime të nxënësve? Im Geschäft wird was gehandelt oder verkauft? Das wird, was wir selber produzieren, das ist Apfelsaft. Ajo që ne bëjmë prodhim këtu vetë është lëngu i mollës, Gärmost, mushti i fermentuar i verschiedene andere Säfte. frutave, ose lëng frutash të ndryshme që rriten në rajon. Honig Kemi mjaltin, tregtimin e mjaltit, und Schnaps. dhe raki. Kjo është kuzhina, këtu mësojnë të gatuajnë. Das ist die Produktverarbeitung, das heißt, da wird Këtu është përpunimi i ushqimeve. zum Beispiel werden der Nudeln zubereitet, Prodhohen makarona, mësojnë të prodhojnë makaronin, mësojnë Brot gebacken, të bëjnë bukë. Produkte oder Gemüse aus dem Garten weiterverarbeitet, konserviert. Përpunimi i zarzavateve që ata kanë që kanë oboret e tyre. Marmelade gemacht. Marmeladat. Und wie gesagt, normalerweise heute Nachmittag wäre alles sot voll. do të ishte gjitha plot, vetëm se nga që ka qenë dje festa, ata janë pushim. Ky është bari ku mësojnë servirjen, Genau. si të bëjnë lëngje, si të bëjnë si të servirin, si kamarierin, baristin. Natyrisht të gjithën fokusuar në agroturizëm, sepse për nevojat të tyre. Se shpesh këta ofrojnë edhe çdo lloj ferme, si ajo që prodhon verë, si ai që prodhon qumësh, si ka të drejtën edhe kanë shumë përparësi në taksim, edhe ata janë të çliruar nga taksat sepse kur tregtojnë produktet e tyre. Kjo është frigoriferit, janë gjitha prodhimet e tyre që... Das sind Hauswürste. Hauswürste. Ja. Salamspiel. Bist du mit dazu? Das sind die Schweinehälften kommen da runter. Këtu vjen një karkasë gjysmë kafshë, për shembull gjedhje ose deri, vjen këtu mbi tavolinë. Edhe ata mësojnë ndarjen anatomike të karkasës, dhe pastaj përpunohen sipas tipit të produktit. Gjithë produkti që del nga qumshti nga stalla, këtu vinë dhe ata mësojnë përpunimin për djathtë, për kost, për... Po i bëjnë të mira, mund të hahen këto pastaj? Ja, fertig, ja. Wo werden sie angeboten? Achso, ne, das... Për shembull dje, të gjithë guest që ishin, 2000 njerëz që ishin, u ushqyen, u servir, çdo gjë nga e bërë nga nxënësit. Wir wollen den Schülern zeigen, was möglich ist. Sepse ne duam që t'i mësojmë nxënësve, t'ju hapim sy se çfarë është e mundur të bëjnë me produktin që ata veredeln, verarbeiten. Si mund ta përpunosh, si mund t'i shtosh vlerën produktit që ti... Wir wollen keine Konkurrenz zu Landwirten sein. Ja. Wir wollen ihnen zeigen, wie man aus der Rohmilch Joghurt macht, wie man Käse macht und so Jemi weiter. këtu për të prodhuar dhe t'i bëjmë konkurrencë fermerëve. Ne duam t'i mësojmë nxënësve tanë se çfarë është e mundur që ata të fusin produkte të reja, zgjidhje të reja që... Und wir haben viele Betriebe, die einfach das dann umsetzen, direkt vermarkten. Dhe shumë nga fermat që vinë ose punohen nga nxënësit tanë, vinë, këshillohen, bëjnë produkte të reja.
është përgatitja und- për këto lëngjë. Halo. Mirë se na erdhët në shkollën Vart. Unë jam përgjegjës për përpunimin e frutave, prodhimin e lëngjeve të frutave dhe pijeve alkolike. Wir produzieren mit den Schülern und für die Schüler Säfte. Që do thotë këtu prodhohet me nxënësit dhe për nxënësit lëngje, prodhohen lëngjet e frutave. Die werden in unterschiedlichen Varianten produziert, zum Teil für Prodhohen në variante të ndryshme, po për shembull është lëngu i mollës, das ist fürs Mittagessen für die Schüler. që serviret në pushimin e drekës, në drek. Sepse ata janë, duke qenë që kanë konvikt, kanë mëngjes drek darkë, pushimin e kanë këtu. Kann man den runterlassen? Okej. Kapaciteti është 10.000 shishe në vit, me kombinimet më të ndryshme, mollë, kajsi, mollë, dardhë, frutat të gjitha rajonale, çfarë rritet këtu. Sot jam duke përgatitur, sepse nesër do i mësoj nxënësve shërbimin e pajisjes mbushjes së shisheve. Makinerisë për mbushjen e shisheve. Edhe duke qenë që ne kemi bletarin në këtë shkollë, nesër do demonstrojmë mbushjen e verës me mjalt tek ajo pajisja atje, edhe në prodhim edhe në teknologjinë pra që. Die sind alle gefüllt mit Honigwein. Që do thotë gjithë depozitat që shikoni sot janë të mbushura me verën me mjalt. Wobei hier, das ist eine Serviceleistung. Megjithse ky si departament ka një specifik të veçantë, që gjithë bletarët e Austrisë sjellin këtu mjaltin e tyre nëse ata duan të prodhojnë verë me mjalt, që do të thotë ne prodhojmë për nevojat tona, edhe me mjaltin ton, por edhe për palë të treta, që do të thotë shërbim i cili ju paguhet. Sa vjeçare është kjo shkollë? Seit 1954 gibt es hier im Standort. Në këtë vend ku është sot është që në 1945-ën. 1945. 82 vjeçar, 81 vjet. Ka qenë përpara në një vend tjetër? Tradita është shumë më përparshme, po jo në këtë vend, është një fshat tjetër. Und dieses Gebäude gibt es seit 2012. Kurse ambientet ku ne jemi këtu janë të ndërtuara në 2012-ën. Pace sa më shumë zënës. So, wie viele Schüler gibt es das? Wir haben 200 Schüler circa. 200 nxënës kanë. So, Damen, Karl, danke schön, gell? Damen, vielen Dank, gell? Man aufgeholt, gell? Danke. Ky episod mbështetet nga Raiffeisen Bank dhe Austria Premix.